Frika e pushimeve në Dubai për shkak të luftës ka bërë që shumë turistë huaj të rrisin kërkesën për të vizituar Shqipërinë si një vend të sigurt. Në një konferencë për mediat, Ministri i Kulturës, Inovacionit dhe Sportit Blendi Gonxha ka bërë me dije se operatorët turistik kanë raportuar rritje të kërkesës. Me keqardhje sepse nuk na kënaq natyrisht askush s'duhet të kënaq me fatkeqësinë e askujt, por Shqipëria është vetëm në si më thënë në një potencial dhe është një alternativë shumë e mirë e planeve të reja që ata që do shkonin në lindjen e mesme me riorganizimin e agjendës tyre të turizmit dhe të të udhëtimit do ta kenë Shqipërinë një nga oferta më të mira. Ministri u fokusua dhe te kërkesa në rritje për sa i përket teatrove në vend si dhe siteve kulturore. Që është një lajm i mirë për qytetin, ne e dim shumë mirë që sidomos Tirana vibrante e një jete kaq të gjallë në kuptimin edhe të popullsisë, por edhe të rëndësisë që ka kryeqyteti për gjithë vendin dhe për aspektin turistik, por edhe për aspektin kulturor dhe të themi vizitueshmërisë si kryeqytet. Gonxha foli dhe për muzeun arkeologjik që do të ngrihet pranë sheshit Nën Tereza. Kemi mbyllur thirrjet për projektet kulturore dhe turistike, janë 700 aplikime dhe janë shpallur rreth 250 projekte fituese, janë në përpunime sipër faza ankimore dhe do të dalin edhe të dhënat e tjera me shifra. Në fund ministri u ndal dhe tek projektet e reja kulturore, duke përmendur se deri më tani numërohen rreth 700 aplikime, nga të cilat 250 janë shpallur projekte fituese në të gjithë vendin.